vizitën e parë për festën e Kurban Bajramit, si për çdo vjet, edhe si vjet, vim te Bashkia Islame e Kosovës për t'ia uruar myftiut Naim Tërnava dhe bashkëpunëtorëve të tij, këtë festë të sakrificës e cila na e përkujton e vazhdimisht na mëson që edhe sakrifica është festë, sepse ne i gëzojmë të mirat dhe frytet e atyre të cilët kanë sakrifikuar para nesh dhe kanë mundësuar që ne të kemi liri e prosperitet, para se gjithash dëshmorët e martirët e kombit, ku ne asnjëherë nuk e harrojmë që aty janë edhe 37 imam hoxhallar nga lufta çlirimtare bardhëse se cilës ishte UÇK-ja, e deri tek ajo që bëjmë sot si institucionet e shtetit, si Bashki Islame, si shoqat bereqeti, që qytetarëve të Republikës t'ju dalim ndihmë për çdo nevojë që kanë, me qenë se Kurban Bajrami është festë e cila na obligon të ndihmojmë njëri tjetrin, të përkujdesemi për njëri tjetrin, të tregojmë solidaritet, bujari, dashamirësi për të mirën e përgjithshme, duke mos e lënë asnjëri mbrapa.